Tre sportistë të mirënjohur në arenën ndërkombëtare u vlerësuan me titullin qytetar nderi në Malsinë e Madhe. Mario Mitaj dhe Armando Broja, futbollistë të kombëtares shqiptare, dhe Jurgen Uldedaj, kampion botror boksi, u vlerësuan me titull në vendlindjen e tyre. Ceremonia u zhvillua në sallën e Këshillit Bashkiak të Malsisë së Madhe, ndërsa morën pjesë figura të njohura në Malsinë e Madhe, përfaqësues të politikës lokale dhe qendrore. Është një ditë e shënuar për tregën tonë. Tregim tonë, tre sportista që po lanë gjurmë jo në rregull kombëtar, po në rregull ndërkombëtar. Marja që ndodhet mes nesh, e falenderoj shumë që ashtu. Prezent për të tërhequr titullin ishte futbollisti kombëtares Mario Mitaj, i cili e vlerësoi shumë këtë moment dhe theksoi se do të jetë një shtys më shumë për t'u kthyer me triumf nga Polonia. Normal është një njeri shumë e veçantë për mua. Besoj s'ka krenari më të madh se sa të veçantoj në shtëpisë tonë, domethënë Kelmeni, shtëpia jeme. Jam shumë krenar që jam malsor. Faleminderit kryetarin e bashkisë, gjithë deputetët që kanë ardhur sot, gjithë ju pjesëmarrësit që jeni këtu me vlerësu, me respektu. Tash nuk mund të shkojnë në Poloni të humi, vetëm fitore ka në Poloni, mas kësaj dite të bukur. Për dy sportistët e tjerë, në pamundësi për të ardhur për shkak të angazhimeve sportive, çmimet u tërhoqën nga familjarët. Në pamundësi që Jurgenit marrë pjesë për arsye se shumë shpejt ka një neshje të madhe për mbrojtjen e titullit, sepse me shpirt, me mendje dhe me zemër këtu ka rrajt në ngen, këtu ku i ka pas parte vet, dhe këtu ku gjithmonë krenohet që është malsor, siç ata dhe Mario Mitaj jam krenar, që jam malsor, të njëjtën gjë do thotë edhe Jurgeni këtu. Sa harron që jena malsor, s'kena me harru kur që jena malsor. Na ka mojtë këna gjithmonë, kudo që këna shua, kudo që shkojnë. Në fund të takimit, kishte edhe fjalë përshëndetëse nga përfaqësues të Malsisë së Madhe në parlament. I falenderoj për kontributin e tyre në futboll, në boks dhe ju uroj suksese, sepse në mënyrë të veçantë na kanë krenu në gjithë malsorëve. Edhe i uroj që këto mos harrojnë kur na kanë origjinën më natyrshëm për me kap më të nënta që ka sporti shqiptar. Jam realisht shumë krenar dhe besoj që shumë shqiptar do të më kanë shumë krenar për arritjet të treve këtyre bijve të Malsisë, që janë kanë ambasadorat më të mirë Shqipënisë në arenën ndërkombëtare, sepse kultura edhe influenca që çik mundet me bërë sot në arenën ndërkombëtare mundet me kanë shumë më madhe se ajo që bën politika. Për mendimin tim janë ambasadorët më të mëdhenj që diplomacia shqiptare ka sot në përkohë. Armando, Jurgeni, Mario, të cilët me talentin e tyre, me shpërfaqjen e talentit dhe sukseseve të mirëpasnjëshme në fusha ndryshme të sportit,